s'ka problem. Nuk është të dhonë para zgjedhjeve lëmosh, që 3-4 herë është të e rritë. Që të lëmoshën. Nuk është të rritë, kjo është e hyrë një hershme. Që të lutem. Nëse thume rritë, është diçka që ekziston si bazë disa herë, jo para zgjedhjeve. Jo e dini që e ka rritë disa herë, jo para zgjedhjeve. E dyta, kur ta jap ty ai 100 euro, ai nuk po thot bëma ti mu dëshmin që e ke votu vetvendosin, dash me t'i dhon 100 euro. Që ajo është blerje e votës. Edhe çollaku e din këtë sen, po ky çashtu, blerje e votës po thot. Blerje e votës është çashtu. Fala. Ja, veç pak. Klasike, shoh. Veç pak. Blerje e votës është më thonë bëma ti mu dëshmin, veç pak. Bëma ti mu dëshmin që ti ma ke dhënë mu votën, që ajo blerje e votës. E treta, do me thonë, mund është më smja dhon votën. Ja merr 100 euro edhe se ja votën. Po vetëm so vota është e mshef. Krenar, çollaku nuk është në zgjedhje. S'ka lidhje, po përmes çollakut më dëgjon edhe zoti Goshi. Saj përket, ju thatë zoti Aziri që ne kemi pas vullnet si LDK për të arritur konsensus, kompromis, njëra ndër vlerat më sublime që edhe unë besoj të politikës, edhe pse nuk besoj që duhet me bo kompromis për që shka, se politika besoj që ka dhe parime, jo veç kompromise. Kompromis, për